Selam aleikum. Sa kohë para namazit të akshamit mundemi me fal ikindin? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Për sa i përket namazit të ikindis, është një ndër namazet që duhet t'i kushtojmë rëndësi. Janë 5 vakte që i kemi obligim. Por Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta. Faleni rregullisht namazin, sidomos atë të mesme. Pra ka një, dhe këtu është për qëllim namazi i ikindis. Profeti alayhis salam e falte namazin e ikindis në fillimin e kohës së saj. Dhe duhet kemi kujdes mos na kaloj koha e ikindis. Pra koha e ikindis fillon kur objekti fiton hijen e tij. Pra objekti, hija e tij është sa vet objekti. Deri kur, pra, para perëndimit të diellit, kur perëndon dielli. Dhe kush e kap një rekat të ikindis, pra pa perëndu dielli, e ka kap namazin. Por kujdes, se kjo kohë është pra koha kur rrezikon të ik namazi i ikindis. E Allahu na rujt. Prandaj duhet me u mundu me e fal para kësaj kohe, me dal prej rreziku.